momenti kur ka nik familja në Gjermani, që ajo ma ka jep kthesën më të madhe në jetë. Me thonë kthesën e, që që thojnë, me marrë në dorë përgjithësitë e shtëpisë, më bo burri i shtëpisë, marrë në dorë gjithë shka që ka pas nevojë motra ose vllau në atë kohë, se babi dhe mami shku në Gjermani. Çfarë moshë ke qenë ti? 19, 20, 19, 20, ashtu diçka. Edhe normalisht shkuën për shkak kushteve, për një jetë më të mirë. Edhe që ajo kon kthesa më e madhe jetës, se mu deri momentin që kanë shku, e mendojsha që shko me kohën, po prej kur shkuën, e meta aty, thash okej, tash je vetë, grahi, puno, bëni krejta, me bo krenar edhe ata, edhe me ditë pse kanë shku ata, kënë e kanë lonë. Po më duket që shpesh gjatë jetës tonë të ka ndodhë me u sakrifiku për familjen. Që ashtu ndodhe edhe në momentet kur ki qenë Big Brother, u sakrifiku për familjen, edhe një herë tjetër. Atë ka bo kjo ndoshta që më u pjek edhe për të ardhmen që për të pretë si krye familjar tash i shtëpisë tënde? Po, valla, ka ndihmu shumë, po krejt që to mi ka mësu baba edhe nona që sajrë ka pas nevoj me e lonë vetën keq për mu, e kanë lonë asë që në mendu kur 2 herë. Qa do me pas kona jo punë, ose qa do me ju pas dhim të atynve që a i sendet e kanë bo. Kur që në mendu 2 herë, nëse u konë dëshire jemi, e kanë bo, kështu që edhe unë sështë që e kom vra menën shumë për ta. Se vendose me u fund Big Brother? A dishte me... Nuk është që i ki mendu gjatë, nuk është që si konkurent atjerë ti ki mendu për ndonjë strategji për para se të futesh? Jo. Absolutisht. Unë i bilej ku mblet cigarat i ku marrë me vete. Vjen keq me thonë, për më konë shumë amater në fushën e Big Brother. Nuk është që e kom për cilë në herë. S'kom ditë që shme i ndonë të rëfimit. Të me thonë pikat si kom ditë. Po, mendova që është mirë edhe njerës me mjof pak ma shumë, edhe për mu personalisht një eksperiencë e re, edhe dola Bob. Po, ndjekim një klip, hajde. Shumë, po, me kështu që është edhe para familjes nuk vjen asgjë tjetër. Brënda shtëpisë së Big Brother ke bërë deklarata të forta për Sarën, duke i quajtur madje edhe nënën e fëmijëve të tu. A do të vinte keq nëse familja juaj nuk e përqafon këtë romancë? Po, do vinte keq, natyrisht po, po do pres, do e takoj me familjen pikës parë, s'mund të mas gjë se s'di asgjë ku janë, çfarë bëjnë, si është nona. Ajo është primare për momentin. Do shkoje gjithsesi kundër aprovimit të tyre? Do me thënë tani në këto momente, si e mendon? Dua ta